Efektet anësore, cilat janë? Kur loperamid përdoret në mënyrë korrekte, duhet thënë se loperamid është bar i sigurt, por si çdo bar, edhe loperamid mund të shfaqë efekte anësore. Ndërto, më të shpeshta janë kapsleku, pra nga trajtimi i diarres mund të kalojë në efektin e kundërt. Të përzira, pra ndjenjë e të vjedhurit. Dhimbje barku ose ndjesi fryrje në bark. Gazra, ose siç quhet ndryshe në gjuhën mjekësore, flatulencë. Vonesë në jashtëqitje, e tjerë. Kjo është një video e shkurtër apo shorts për të ndjekur të gjitha rastet me ngjyrë të kuqe, me ngjyrë të verdhë dhe jeshile të loperamid, barit aq shumë të përdorshëm për lehtësimin e heqjes së barkut apo siç quhet ndryshe diarres. Kërkoni në Google ose YouTube duke shkruar e kuqe për loperamid, e verdhë për loperamid ose jeshile për loperamid, ku të gjitha fjalët shkruhen bashkë, pa ndarje. Kështu ju do të hyni në kanalin ton Semafori Barnave dhe aty do të gjeni gjitha videot e shkurtëra dhe me informacion shumë të dobishëm për ju. Nëse e shikoni të vlefshme, bëni subscribe. Faleminderit.